Shikues të nderuar, përshëndetje, jeni me edicionin lajmeve të orës 15 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Punëtorët e RTK-s po e përmbyllin edhe javën e dytë të nëntorit pa e marrë pagën e tetorit. Ditë më parë, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, i ka dërguar një letër kryetarit të kuvendit Dimal Basha për të adresuar vonesat në pagesat e mbi 700 punëtorëve të Radio Televizionit të Kosovës, si pasoj e mos formimit të Komisionit për Buxhet dhe Financa në legjislaturën e re. Në letër e cila është publikuar sot, Osmani bën thirrje që grupet parlamentare të gjejnë kompromis dhe të formojnë urgjentisht komisionet e përhershme, përfshirë Komisionin për Buxhet dhe Financa, për të siguruar pagesat dhe stabilitetin institucional dhe financiar të vendit. Ndërkohë, sindikata e punëtorëve e Radio Televizionit të Kosovës ka protestuar 3 herë brenda nëntorit para objektit të televizionit, ndërsa nga e hëna ka paralajmëruar grevë 1 orëshe në rast se nuk ka ekzekutim të pagës. Në qendrën e numërimit dhe rezultateve ka përfunduar numërimi i votave me kusht të personave me nevoja të veçanta dhe atyre me post të arritura deri më tash, e të cilat i takojnë raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar të 18 komunave. Meqense numri i tyre nuk ka qenë i madh, nuk ka ndryshime të theksuara në rezultate. Dje është përmbyllur procesi i vlerësimit të 12.018 pakove me flet votime që janë sjell deri më tani në Kosovë. Për shkak të largësisë ende nuk janë sjell në Kosovë 519 pakot me flet votime nga kutitë postare në SBA, Kanada dhe Australi, vlerësimi dhe numërimi i të cilave do të bëhet pasi të arrijnë. Strasburgu i Francës do t'jetë nesër destinacioni i radhës ku veteranët e UÇK-s do të protestojnë pas Prishtinës, Tiranës e Hagës kundër padrejtësisë ndaj krerëve të UÇK-s që po mbahen në Hagë. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka thirrur për ditën e nesërme nga ora 13 protestë gjithpopullore afër selisë së Këshillit të Evropës në mbështetje të krerëve të UÇK-s, të cilët tash e 5 vjet po mbahen në Hagë në ndyshimin për krime lufte. Kryetari i OVL-s UÇK-s Hysni Gucati thotë se do të protestojnë për të kërkuar drejtësi dhe për t'u përkujtuar institucioneve evropiane se kanë themeluar një gjykat etnike mbi gënjeshtrat e ish senatorit zviceran Dick Marty. Gucati ndërkohë ka bërë thirrje për pjesëmarrje masive edhe të mërgatës shqiptare në këtë protestë, ndërsa theksoi se do t'u dërgojnë nga një letër të gjithë antarëve të Parlamentit të Këshillit të Evropës për t'u dëshmuar padrejtësinë e gjykatës speciale ndaj ish udhëheqësve të UÇK-s. Kadetët e Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë nisur stërvitjen ushtarake në zonën e Gërmisë sot gjatë ditës. Ministri në detyrë i mbrojtjes Ejub Maqedonci ka publikuar pamje të tyre derisa po marshonin në shtegun e parkut. Ai tha se disiplina dhe përkushtimi i tyre janë frymëzim i vërtetë. Ndrojmë temë të informacionit. Koalicioni i OJC-ve për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë ka shprehur shqetësimin e thellë lidhur me raportimet në medje se një fëmijë të ciklit fillor në komunën e Graçanicës po i mohohet e drejta për të vijuar arsimin nga menaxhmenti i shkollës. Sipas deklaratës së nënës, fëmijës po i mohohet e drejta për të ndjekur shkollimin për shkak se familjes i është ndërtuar një shtëpi e re nga qeveria e Kosovës. KOMF ka kërkuar ndërhyrje të menjëhershme të institucioneve komunale për të garantuar vijimin e fëmijës në shkollë. Lidhur me këtë ka reaguar edhe ministra në detyrë e arsimit Arbiena Gafsi, e cila ka theksuar se ky veprim bie ndesh me Konventën për të drejtat e fëmijës, që garanton të drejtën për arsim pa asnjë formë diskriminimi dhe qasje të barabartë për çdo fëmijë pavarësisht prejardhjes apo statusit të tij. Ecin tutje me informacionet e tjera të ditës. Nga sot gjitha automjetët duhet jenë të pajisura me goma dimri. Policia e Kosovës ka kërkuar nga pjesëmarrësit në trafik që nga sot e deri më 15 mars t'i posedojnë të gjitha pajisje dimrore. Sipas ligjit për rregullat në trafik, parashihen dënime për shoferët që ngasin automjetët e tyre pa këto pajisje.
Kombëtarja e Kosovës tashmë ka udhëtuar drejt Ljubljanës për sfidën që zhvillohet sonte kundër Slovenisë. Dardanët do të përballen me slovenët në ndeshjen e parafundit të grupit B, e cila luhet në stadiumin Stožice të Ljubljanës nga ora 20:45, ndërsa ndeshja transmetohet drejt për drejt në RTK. Kosova do të përballet sonte me Sloveninë në ndeshjen e parafundit të grupit B, takim që luhet në stadiumin Stožice të Ljubljanës me fillim nga ora 20:45. Ky takim ka një rëndësi të madhe për të dyja kombëtarët, veçanërisht për Kosovën, që me një barazim e siguron pozitën e dytë dhe pjesëmarrjen në play-offin për botror. Te Kosova të gjithë lojtarët janë në dispozicion, përveç portierit Arjanet Murić, i cili mungon për shkak të kartoneve, ndërsa synimi kryesor mbetet rezultati pozitiv. Në konferencën për media, trajneri Kosovës Franko Foda ka theksuar se ndeshja me Sloveninë do të vendoset nga detajet të vogla. Që në ndeshjen e parë në shtëpi kundër Slovenisë, u pa qartë se të dyja skuadrat janë në një nivel. Detajet e vogla do të jenë vendimtare. Ne jemi përgatitur shumë mirë dhe ndoshta do të bëjmë disa ndryshime krahasuar me ndeshjen e parë. Skuadra e cila do të tregojë më shumë energji në fushë, do të funksionojë më shumë si ekip dhe në të gjitha fazat e lojës do të luajmë me intensitet më të lartë, ajo skuadër do ta fitojë ndeshjen. Ndërkohë, Vedat Muriqi është shprehur optimist për paraqitjen e Dardanëve. Me mbrojtjen siç kemi bërë këto 3 vjet e fundit, me mbrojtjen me kundër sërme, po shpresoj dhe besoj që kemi ndryshuar Sloveninë dhe me pas avantajin e duhur për me shpresuar më shumë për me kualifiku direkt në Kupën e Botës. Pas Slovenisë, Kosova luan me Zvicrën me 18 nëntor në Prishtinë. Kombëtarja e Kosovës për grup moshën nën 21 vjeç ka fituar me rezultat të thellë 4-0 kundër Kipros në ndeshjen kualifikuese për kampionat evropian. Me këtë fitore, Dardanët e rinj i janë afruar në vetëm 2 pikë pozitës së play-offit në grupin A. Edicione vazhdojmë me lajmet nga bota. Administrata e Trump planifikon të ulë tarifat e Shteteve të Bashkuara për mallrat nga Zvicra, sipas një njoftimi nga Shtëpia e Bardhë dhe Qeveria Zvicerane. Norma e tarifës që SBA-t vendosin për importet zvicerane do të bjerë në 15% nga 39%, e cila kishte qenë ndër taksat më të larta që Shtetet e Bashkuara vendosin për mallrat e çdo vendi. Si pjesë e marrëveshjes, kompanitë zvicerane u zotuan të investonin të paktën $200 miliardë në Shtetet e Bashkuara, me të paktën $67 miliardë investime që do të ndodhin në vitin 2026, sipas një dokumenti të Shtëpisë së Bardhë të publikuar të premten. Në një deklaratë të veçantë, Qeveria Zvicerane tha se investimet totale do të përfundojnë deri në vitin 2028. Ajo tha gjithashtu se ra dakord të ulë tarifat për një gamë produktesh amerikane. Përveç kësaj, tarifat për produktet farmaceutike dhe gjysmëpërquesit nga Zvicra nuk do të kalojnë 15% sipas një deklarate të përbashkët. Kjo vjen ndërsa administrata Trump ka qenë duke shqyrtuar tarifa më të larta për 2 sektorët. Orët e dorës, ari i pashkrirë dhe pajisjet mjekësore janë të gjitha ndër mallrat kryesore që Shtetet e Bashkuara blejnë nga Zvicra. Ndërsa ari ishte përjashtuar nga tarifat, orët e dorës dhe pajisjet mjekësore, si dhe eksportet e tjera zvicrane mund të bëhen më të lira për amerikanët. Shtetet e Bashkuara kishin një deficit tregtar prej $38 miliardë me Zvicrën vitin e kaluar, sipas të dhënave të Departamentit të Tregtisë së SBA-s. Para mandatit të dytë të Trump, mallrave nga Zvicra në përgjithësi u ngarkohej një tarif midis 0% dhe 2.5%. Departamenti i Drejtësisë i SBA-s ka konfirmuar se do të hetojë lidhjet e dyshuara të financierit pedofil Jeffrey Epstein me banka të mëdha dhe disa demokratë të shuar, përfshirë ish presidentin Bill Clinton. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se do t'i kërkojë prokurorës së përgjithshme Pam Bondi dhe fuboistëve tonin përfshirjen dhe marrëdhënien e Epstein me Clinton dhe të tjerë. Bondi tha se departamenti do të ndjekë këtë me urgjencë dhe integritet. Kërkesa e Trump erdhi disa ditë pasi mijëra email të Epstein u publikuan nga Kongresi i SBA-s ku përfshihet emri i Trump. Demokratët e kanë akuzuar Trump se po përpiqet të shmangë pyetjet në lidhje me marrëdhëniet e tij me Epstein.
Emailët e publikuar nga Komiteti Mbikëqyrës i Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-s përfshin shumë figura të profilit të lartë. Një shqyrtim nga Wall Street Journal zbuloi se Trump u përmend në më shumë se 1600 email. Robert Garcia, demokrati kryesor në komision, tha se Trump u përpiqej të shmangte pyetje të reja serioze që kemi në lidhje me marrëdhëniet e tij me Jeffrey Epstein. Përveç Clinton, Trump tha se i kërkoi Departamentit të Drejtësisë të hetonte bankat JP Morgan dhe Chase, ish sekretarin e thesarit Larry Summers dhe themeluesin e LinkedIn Reid Hoffman, i cili është gjithashtu një donator i shquar demokrat. Clinton ka mohuar fuqishëm se kishte një ndjeni për krimet e Epstein. Kërkesa e Trump vjen përpara votimit të Dhomës së Përfaqësuesve javën e ardhshme, nëse Departamenti i Drejtësisë duhet të publikojë të gjitha dosjet e tij që lidhen me hetimin ndaj Epstein, i cili vdiq në burg në vitin 2019. Betimi i demokratës Adelita Grijalva në Dhomë të Mërkurën shkaktoi këtë veprim, pasi ajo menjëherë nënshkroi një peticion për publikimin e dosjeve. Në shkrimi i saj ishte i 218 i fundit i nevojshëm për të shkaktuar një votim në sallë. 4 republikanë u bashkuan me demokratët për të kërkuar votimin. Interesi për marrëdhëniet e Epstein u rinovua këtë javë, pasi ligjvënësit amerikan publikuan më shumë se 20.000 faqe dokumente nga pasuria e tij, duke përfshirë shumë që përmendin Trump. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Mirëmbëngjes.